pyetje, keni qenë ashtu kreu i komandës të Shteteve të Bashkuara në Evropë apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë komandanti për Evropën nga 1997 deri në vitin 2000 apo jo? Përgjigje po. Në deklaratën tuaj thoni se para kësaj keni qenë negociatori kryesor për marrëveshjen e paqes në Dayton në 1995, në cilësinë e drejtorit si për planifikim strategjik dhe politik në Pentagon. Mund na tregoni çfarë detyrash ka drejtori i planifikimit strategjik dhe politikave? Përgjigje, kam qenë përgjegjës për politikat ushtarake të SBA-s dhe strategji në gjithë botën. Pra, gjatë kohës time, kemi pasur probleme me Saddam Husseinin, gjatë punës time në Irak, kemi pasur krizën e drogës, kemi pasur luftën që vazhdonte në Bosnjë, kemi pasur krizën me Koren, ku gati filloi një luftë në Kore dhe kështu me radhë. Po ashtu, duhet të rishkruanim strategjinë ushtarake të Amerikës. Pas luftës së ftohtë, ne nuk kishim një strategji ushtarake, kështu që nga 1994 ne filluam të shkruanim një strategji të re, dhe më pas u rishikua kjo pas vitit 2000. Faleminderit. Në deklaratën tuaj, paragrafin 5 thoni që gjatë negociatave të Daytonit në 1995 ju përmendët se kishit dieni se presidenti George Bush kishte dhënë një paralajmërim të ashtu quajtur paralajmërimi i Krishtlindjes. Na sqaroni çfarë është? Përgjigje. Fillimisht, kur filluam negociatat, unë nuk kam qenë dieni të këtij paralajmërimi dhe diplomatët e dinin në fakt këtë gjë. Po publiku në përgjithësi dhe ne që punonim në ushtri, që kishim që të dislokuar në vende të tjera në dhjetor të 92, nuk kishim dieni për shkak të dhunës që ishte shënjestruar ndaj popullatës shqiptare nga policia serbe dhe nga MUP në veçanti brenda Kosovës. Presidenti Bush, pra George H. Bush, ju drejtua Miloševićit dhe i tha që do ta ndalonte menjëherë dhunën ose përndryshe SBA-ja do të kundërpërgjigjej. Ishte një referencë që përdorej nga forcat ushtarake për të ndaluar represionin, dhunën ndaj shqiptarëve të Kosovës, që ishin në fakt shumica e popullsisë në Kosovë. Pyetje, ju pashtu thatë që ju e kontaktuat Miloševićin në Dayton dhe trajtuat çështjen e trajtimit të tij të shqiptarëve të Kosovës dhe ai tha se nuk donte të fliste për këtë aspekt, apo jo? Përgjigje, unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam dhe ai tha nuk do të flas për këtë. Është shteti im, problemi im. Refuzoi të fliste për këtë temë. Nuk përpoqëm shumë se një herë në fakt. Ne e dinim që ishte e rrezikshme kjo gjë. E dinim që atje kishte vështirësi, po ai nuk donte të fliste për këtë gjë. Mishatiç në rregull. Në paragrafin 6 të deklaratës suaj thoni se filloni të fokusoheshit në Kosovë në 6 muajin e parë të 98-s, kur morët raportime për sulmin e serbe ndaj familjes Jashari në Kosovë. Çfarë keni parë ju? Përgjigje, u shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Quhet task forca Able Century. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, kisha qenë komandanti i kësaj pike për rreth 7 muaj, shkova atje, menjëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thotë duhet të flisni menjëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja Jasharve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më shpjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak kësaj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundërpërgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi.
shqiptarët do t'i rezistojnë, do t'i kundërpërgjigjen kësaj vrasjeje. Mishetić, i lutem sekretarit seancës të nxjerrë në ekran provën materiale 1D00430. And let me just say, I had Generali Clark. Unë e njëja presidentin Gligorov që prej periudhës së Daytonit ishim takuar disa herë me të në Shkup. Gligorovi ishte një person i arsimuar, kishte studiuar në Universitetin e Beogradit në 1939, fliste anglisht, gjermanisht, serbisht, frëngjisht. Ishte shkollar i vjetër me përvojë dhe ishte një person që e kuptonte shumë thjesht situatën. Qoftë si pjesëmarrës, qoftë si vëzhgues, dhe ai po e kuptonte se çfarë po ndodhte në Evropën juglindore. Prandaj për mua ishte një person i besueshëm, edhe unë e mora seriozisht ato që më tha. Mishetić, kemi në ekran deklaratën tuaj. Do doja të shihnim paragrafin 7 të deklaratës suaj. General, in this part, General, në këtë pjesë të deklaratës suaj, flisni për faktin që pas kësaj, pas ngjarjes së familjes Jashari, përgjigje, nuk ju dëgjoj mirë, ju lutem ngrini zërin. Mishetić, në paragrafin 7, ju flisni që thoni që pasi u takuam presidentin Gligorov të Maqedonisë, filluat të përgatisni një plan veprimi, më falni. Çfarë ishte ky plan veprimi? Pse përcaktuat të plan veprimi? Përgjigje. Pasi u takuam presidentin Gligorov, kontaktova më njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi i ashtu quajtur i Krishtlindjes së 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. U përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisin me sekretarin e Shtetit Amerikane për këtë problem. Dhe u mendoja se e dija se ç'duhej bërë në këto kushte. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike, s'kishte plane konkrete. Fola me sekretarin amerikane të shtetit për këtë, nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flise me askënd tjetër. Por mendoj se ajo që ndodhi, nëse më kujtohet tamam, është që takimet ministeriale në pranver mbase maj 98-s më kërkuan atje të përgatisja një plan. Nuk e dia kanë qenë ministrat e jashtëm apo ministrat e mbrojtjes. Po aty lindi udhëzimi që të përgatitej një plan. Në paragrafin 7 ju thoni që në këtë plan përfshihet gjithashtu edhe një udhër aktivizime. Përgjigje. Kur je pjesë e NATO-s, zinxhiri komandës është dyfisht. Nga njëra anë, unë raportoja Komisionit të Ushtrisë, por gjithashtu edhe sekretarit përgjithshëm, por në të njëjtën anë i referoja punën time edhe ministrave të mbrojtjes. Për shembull, unë u ktheva te kryesia e shefave të përbashkët dhe ju shpjegova se cilat ishin opsionet, çfarë mund bëja. Dhe gjithashtu mora lejen e tij që të mund të flisja me Shtëpinë e Bardhë lidhur me këtë çështje, kështu që vijova më tej duke biseduar me Shtëpinë e Bardhë. Në atë moment filloi që të zhvillohej plani. Pra së pari më duhej që të merrja lejen nga Shtetet e Bashkuara për të hartuar një plan të NATO-s, sepse i takonte që shumë asete, shumë zëra të Shtetit të Bashkuara do të ishin pjesë e këtij plani. Pra, filloi me një ide që do të demonstronte kompetencën dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të vijuar me sulmet mbi Serbinë. Dhe kishte një lloj zhvillimi, nëse ky spastrim do të vazhdonte më tej, atëherë i takonte që ne do të vazhdonim me fushatat bombarduese në Kosovë,
dhe në qoftë se Miloševići pra nuk do të binte, aty do të vazhdonin me bombardimet në Serbi. Dhe në qoftë se as kjo nuk do funksiononte, kishin dhe opsione për të shkuar në rrugë toksore. Mënyra se si hartova unë këtë plan ishte e tillë. Kur kisha biseduar me Miloševićin në Dayton, dhe me të në fakt kam folur disa herë gjatë Daytonit. Ndonjëherë ka ndodhur që të ketë qenë edhe dikush tjetër, të ketë qenë delegacioni, ose ndonjëherë kam biseduar edhe vetëm për vetëm me të në udhëzimin e Richard Holbrooke. Në një prej takimeve që kam pasur me të, ai më tha: "Ne, serbët, nuk kemi asnjë shans kundër NATO-s, sepse jeni NATO, jeni shumë fuqishëm e të tjerë. Dhe ai po ankohej, domethënë për këtë situatë. Por unë e dija që ai ishte disi në thonjë friksuar sa i takon fushatave ajrore të NATO-s." Pyetje, faleminderit general. Në periudhën 98, a keni qenë tërësisht i përfshirë në ato çfarë ka ndodhur në Kosovë? Përgjigje po. Ka qenë një periudhë e dhimbshme, sepse më kujtohet në një pikë një brigadier nga ushtria shqiptare erdhi për të takuar me mua. Ai më tha: "Shikoni se cila është situata në Kosovë", ndërkohë që ne shikonim se cila ishte rrethana, sepse në fakt po hidhnin portaja, bomba dhe po luftonin të gjitha format e mushme në fshatrat shqiptar. Dhe flitet për një njëjtin person, flitet për të njëjtin proces. Pyetje, faleminderit general. Tani le të shohim bashkërisht paragrafin 9 të deklaratës. Këtu, general, ju thoni që në verën dhe në fillimin e vjeshtës të 98-s, sulmet mbi shqiptarët e Kosovës nga serbët u intensifikuan. Dhe kjo çoi në shqiptarët e Kosovës u larguan nga shtëpitë e tyre, duke shkuar fillimisht në fshatrat aty afër dhe më pas në përvjeshk. Ndërkohë, në paragrafin 10 ju thoni se cili ishte përfundimi i marrëveshjes ndërmjet Holbrookut dhe Miloševićit. Do kërkoj sekretarit kaloj më poshtë në tekst për të lexuar tekstin. Pyetja e parë që kam për ju është kjo: a ju kujtohet qëllimi i përgjithshëm dhe kushtet e përgjithshme të kontratës së tetorit me Miloševićin? Përgjigje: qëllimi i përgjithshëm ishte që t'i vihej fund të dhunës dhe që Miloševići të tërhiqte forcat ushtarake nga Kosova. Aty kishte 3 ose 4 regjimente të ndryshme, pra ishte policia ushtarake, një brigadë e policisë ushtarake. Në mos gabohe, ekziston gjithashtu edhe një regjiment i armatosur. Domethënë, me fjalë të tjera, Miloševići kishte forca të shumta të dislokuara në Kosovë, duke filluar nga pranvera në 98 dhe duke vjuar mëtej me verën. Ne i kishim parë këto zhvillime dhe kur Holbrooku u kthye për të takuar me Miloševićin në qershor të vitit 1998, ndoshta nga fillimi i korrikut, fundi i qershorit, Holbrooku në të kohë po priste konfirmimin që të bëhej ambasador i Kombeve të Bashkuara në emër të Shteteve të Bashkuara. Dhe presidenti e dërgoi atë për të biseduar me Miloševićin, sepse ishin gjithë shumë të shqetësuar se çfarë po ndodhte në Kosovë. Pra, sigurisht edhe shtëpia e Bardhit ishte shqetësuar lidhur me këtë. Holbrooku më mori mua në telefon, ai ishte së bashku me Miloševićin, dhe Miloševići i tha që e shikoj aeroplanët tuaj, avionët tuaj, e shikoj që ato fluturojnë mbi Kosovë. E shikoj avionët tuaj, por këta janë njerëzit e mi. Unë nuk do t'i dëmtoj ata. Pra, kjo ishte faza e parë e këtij operacionit kombinuar që filluam ne. Pra, ishte qartë për ne që ai nuk do na dëgjonte. Dhe kjo qasje vazhdoi dhe u zhvillua mëtej në korrik dhe në gusht. Rreth 400.000 civil shqiptar u larguan nga fshatrat e tyre, në përbjesht, në përmale, ishin fëmijë me foshnjë të vogla, persona që ishin gjithë friksuar, por në pjesën ndërmuese serbët ishin ende shumë të përqendruar tek fakti që donin që të eliminonin juristët e mjekët të këto fshatra në vend që të ndiqnin njerëzit që po shkonin në përbjeshk. Pra, ata vazhdonin që të qëndronin aty. Around Europe and Unë asë kohë po udhtoja nëpër Evropë dhe më kujtohet që mora udhëzime
nga burra shteti të ndryshëm nëpër Evropë. Njëri prej tyre ishte presidenti Meri i Estonisë. Ai më shpjegoi se politikat e luftës guerile dhe mënyra se si ishin zhvilluar ato kishin çuar në një luftë kundër guerile nga Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu ai më tha që NATO e ka dhënë këtë paralajmërim, Milošević nuk po bën asgjë, nuk po bën asnjë hap për të përgjigjur paralajmërim dhe NATO-ja po humb besueshmëri çdo ditë e më shumë që kalon. Pyetje, faleminderit general. Duhet ju tërheq vëmendjen tek pika e tretë e dokumentit që keni përpara. Thuhet që një pjesë e marrëveshjes bënte pjesë për mbikëqyrje ajrore dhe verifikim nga NATO-ja dhe me ish Republikën e Jugosllavisë, domethënë që të rishikohej pjesa e radarëve dhe sistemeve të mbrojtjeve ajrore të ish Republikës së Jugosllavisë. Dhe ato duhet që të largoheshin nga Kosova se të vendoseshin në vende ose në operacione të tjera. Çfarë territori keni mbikëqyrë juve? Kjo është pyetja që kam për ju aktualisht, dëshmitar. Përgjigje, territorin mbi Kosovën. Pyetje, kë mbikëqyrnit në veçanti? Përgjigje, po mundoheshin që të identifikojmë nëse bëhej fjalë për pastrim etnik apo jo. Do të thonë shikonim lëvizjet e MUP-it, të policisë së posaçme, policisë së rendit e tjerë. Pyetje, a keni pasur mundësi që të mbikëqyrni forcat e UÇK-s? Përgjigje, nuk kishte shumë gjë për të parë lidhur me UÇK-n, nuk mund bëje dot gjë shumë lidhur me UÇK-n, sepse kryesisht nëpër radio ose sa takon sinqerit komandës nuk mund të thuash që kishin të bënin me dy forca paralele. Nuk mund të identifikonim dy forca kundërshtare. Më lejoni të shpjegoj edhe diçka tjetër, ju lutem. Ky paragraf mbulon shumë tema. Nga fundi i shtatorit deri në fillim të nëntorit, ose në fillim të dhjetorit, unë personalisht kam shkuar 3 herë në Beograd. Në njërën prej këtyre takimeve ka qenë bashkë me mua dhe Javier Solana. Dhe në këto takime jemi ulur me Miloševićin dhe Miloševići na tha, unë do t'i tërheq këto forca. Dhe Solana në këtë takim konkret më tha mua, cilat janë ato forca që nuk janë tërhequr, ndërkohë që unë përgjigje duke thënë se cilat ishin forcat e patërhequra. Ai më pas i thot Miloševići i drejtohet generalit Perisic, ata po flisin serbisht dhe nuk e kuptohet se çfarë po thonin me njëri tjetrin, dhe Miloševići na tha me inat që do i tërheqim dhe ato. Domethënë ishte me inat sepse ne kapëm me diçka. Nuk ishte i qartë në qoftë se ishte i umërzit me neve, që i vum në dukje këtë mangësi të tij, pra që nuk ishte tërhequr të gjitha forcat, ose nëse ishte i natosur me Perisicin. Dhe këtu u larguam. Ne menduam që kishte takim i suksesshëm, por më pas asgjë nuk ndodhi. Forcat nuk u tërhoqën asnjëherë. Shkova më tej në një tjetër takim pas një jave, i thosh president Milošević duhet të tërheqësh forca, sepse nëse nuk tërheq forcat, atëherë NATO do më kërkojë që të ekzekutoj, të zbatoj planin që kemi në letër dhe ne do vazhdojmë bombardimin. Dhe ajo përgjigj, NATO-ja të bëjë ato çfarë ka për të bërë. Edhe unë përgjigja, ne nuk e duam ta bëjmë atë çfarë mund të bëjmë. Dhe ai më tha që ke të drejtë, po bisedoni me generalët. Kështu që unë shkova dhe bisedova me generalët. Ndërkohë që i tregova dhe hartën. Ata më thanë që këta janë terroristë, ata persona këtu aty janë të gjithë terroristë, janë zonat e Kosovës. Dhe unë i thash, nuk do e zgjidhësh kështu këtë bisedë duke i quajtur të gjithë terroristë dhe duke i mundur edhe duke i shtypur njerëzit e Kosovës. Nuk mund të dëbosh njerëzit nga shtëpitë e tyre ti të thrasësh të gjithë terroristë. Duhet të ndryshosh taktikën tënde. Por as kjo bisedë nuk çoi në asgjë. Kur u ktheva herën tjetër dhe shkova dhe takova Miloševićin, ai më tha që do bënte çdo gjë që mundej, por asgjë nuk ndodhi. Më pas shkova në takimin e tretë me generalin Klas Marlin. Në atë kohë u ulëm me të dhe i treguam presidentit Milošević se çfarë donim ne të bënte ai. Ai më tha që personi që është përgjegjës së Zotit Stajnović, me atë duhet flisni. Kështu që ai tha që nuk ishte personi përgjegjës. Ne shpenzuam të gjithë
darkën për të shkruar marrëveshjen. Të nesërmen ishte e diel në mëngjes. Ishte koha për të shkruar marrëveshjen. Presidenti Milošević erdhi në orën 10 në mëngjes dhe ai u soll sikur marrëveshja ishte vërtet shumë e rëndësishme. Ai tha: "Ne e dim se si ti trajtojmë ta shqiptarë këta vrasës. Dhe kemi bërë këtë gjë më përpara, nuk është hera e parë." Unë i thash: "Zoti president, po si e keni trajtuar dhe çfarë keni bërë?" Ai mu përgjigj: "I kemi vrarë të gjithë." Dhe pastaj paraqita marrëveshjen që ishte shtypur me njerëzit e vet, ku ishin disa pika lidhur me çfarë do të bënin Shtetet e Bashkuara. Pra, sa i takon forcave tërheqëse dhe negociatave. Unë i thash: "Zoti president, nuk e shikoj të keni nënshkruar këtë marrëveshje." Ai më tha: "Nuk është e nevojshme." I thash: "Sigurisht është e nevojshme, duhet ta nënshkruani." Dhe në fund ai nënshkroi marrëveshjen. Ne u kthyem përsëri mbrapsh, ndërkohë të nesërmen prap asgjë nuk ndodhi. Kështu që unë mora në telefon ambasadorin e Shtetit Bashkuara në një linjë të hapur thirrjeja. Edhe I thash asgjë s'po ndryshon. Është e njëjta situatë. Në qoftë se gjërat nuk fillojnë të ndryshojnë, deri në darkë më duhet të raportojnë NATO-s dhe duhet të vazhdojmë që të zbatojmë planin. Çfarë do thotë që duhet që të ndryshojmë në aspektin ushtarak, pra duhet të fillojmë bombardimet. Në 2-3 orët pasuese asgjë nuk ndodhi. Gjërat pra filluan që të ndryshonin pas 2-3 orësh nga ana jon, po jo nga ana e Miloševićit. Dhe në këtë moment ambasadori Walker shkoi në misionin verifikues diplomatik në Kosovë. Qëllimi kryesor I këtij misioni ishte që Serbia të respektonte atë çfarë ishte rënë dakord së bashku me Richard Holbrooke. Pyetje, faleminderit. Të bëjmë një pauzë, po flasim shumë shpejt. Ambasadori, generali, ndoshta jam pak më shpejt. Nuk ka problem, thjesht sa për të kapur ritmin. Thank you. Now, in this paragraph, you say that Misetic, ju këtu thoni që Këshilli I Atlantikut Verior autorizoi një urdhër aktivizimi për sulma ajrore të kufizuara që do të ekzekutoheshin brenda 96 orë kundër Serbisë. Pyetja është kjo: aktivizimi I këtij urdhri hyri në fuqi me datë 13 gusht 98-s? Përgjigje: ky ishte urdhri I aktivizimit që bënte bazën mbi cilën mund të ndërhynim. Holbrooku kërkoi që të ekzekutohej, që të zbatohej. Dhe kur ai shkoi për të takuar herën e parë Miloševićin, Miloševići pra e kam fjalën këtu për takimin e verës, ndërkohë që nuk bë asgjë. Halling, ju kërkoj ndjes. Pyetja thotë që e keni fjalën për gusht 98-s. Kam përshtypjen që ka një gabim aty se duhet të bëhet fjalë për 13 tetorin në 98-s apo jo. Misetic, po keni të drejtë, ju kërkoj ndjes për gabimin. Përgjigje, ajo çfarë është e rëndësishme është që pa një urdhër aktivizimi, NATO-ja nuk vepronte dot, nuk e zbatonte dot marrëveshjen. Kështu për këtë arsye ishte e rëndësishme që të kishim një urdhër aktivizimi për të ditur se cilat ishin avionët luftarak që do të kishim në dispozicionin si NATO, në qoftë se do të vazhdojmë me zbatimin e planit. Pyetje: në verë dhe në vjesht të 98-s, a jeni informuar nga burimet të ndryshme informacioni lidhur me situatën që ekzistonte në terren Kosovë? Përgjigje: po. Pyetje: përveç se jeni informuar për pozicionin e forcave serbe në terren, a keni marrë gjithashtu edhe informacion lidhur me forcat e UÇK-s në terren, në verën dhe vjesht të 98-s? Përgjigje: jo shumë informacion. Pyetje: a ju kujtohet se çfarë informacione keni pasur në 98 lidhur me strukturën dhe komandën e UÇK-s? Përgjigje: nuk kishte shumë informacion. S'kishte shumë gjëra për të folur sa I takon komandës. Me sa dinim ne, bëj fjalë për grupe lokale të cilat ishin formuar pak a shumë në mënyrë spontane në përgjigje të shtypjes serbe prej shumë vitesh. Në veçanti pas vrasjes së familjes Jasharve,
pra gjithmonë më tepër filloi që të krijojë një alarm i përgjithshëm që do kishte më shumë zhvillime negative dhe për këtë arsye njerëzit gjithmonë më tepër formonin këto grupe lokale. Me sa dinim ne, kaq dinim. Unë sigurisht që mora më shumë informacion lidhur me UÇK-n nga serbët se sa kam marrë informacion nga forcat tona. Serbët kishin pika të identifikuara në hartë që i kishin të identifikuara si të ashtu quajtura pika terroriste. Do të thënë, ata po mundoheshin që të mblidhin informacion lidhur me to. Sigurisht që pjesa më e madhe e personave në këto grupe ishin persona që kishin shtëpitë, familjet e tyre, që mundoheshin të kishin jetën e tyre, por nga ana tjetër po përpiqeshin që gjithashtu të mbronin veten dhe familjen. Pyetje, tani doja që të shikojmë paragrafin 17 të deklaratës tuaj. Këtu identifikoni masakrin e Rançakut. Generali po. Pyetje, këtu ju thoni se keni pasur një takim me Miloševićin lidhur me këtë temë. Më tej juve vazhdoni dhe thoni që e keni zvogluar kohën e njoftimit nga 96 orë në 48 orë. A na e thoni do të arsye se keni bërë këtë gjë? Generali, po mundohem që të lexoj këtë pjesën që sapo e përmendët, por nuk e gjej gjë ku ndje. Misetiç në paragrafin 19 do e kërkoj të lexonit paragrafin pas ju lutem. Just trying to put pressure on Milošević. Thjesht po përpiqeshin që të ushtronin trysni mbi Miloševićin. Pyetje në rregull. Kalojmë në faqen tjetër të deklaratës. Në paragrafin 22 flisni për takimin me zotin Thaçi. Do i kërkoja të lexonit me mendje këtë takim. Përgjigje, e keni fjalën për paragrafin 22, pyetje po. Përgjigje. Më lejoni të them shkurtimisht që mua më kërkuaj që të shkoja në bisedat në Rambuje, sepse në qoftë se do shkoja atje, mendoja që mund të bindja serbët që të pranonin marrëveshjen. Pra, marrëveshja që në shkruan në Rambuje ishte pak a shumë e njëjta, ndishte të njëjtën logjikë të marrëveshjes që ne kishim hartuar në Bosnjë. Do të thënë me fjalë të tjera, ishte një thirrje e NATO-s e Kombeve të Bashkuara për të ndaluar dhunën. Do të thënë nuk është se kishte një plan tjetër më të elaboruar, por thjesht ishte një plan që të kthenin paqen, të ndalonin dhunën. Unë mendova se mund të shkoja në këto biseda, por nuk u lejoj që të shkoja atje. Më në fund, mua mu lejua që të shkoja dhe të takohesha me shqiptarë të UÇK-s, do të thënë delegacionin shqiptarë të UÇK-s. Kjo ka ndodhur në fundin e seancës së parë të bisedave të paqes në Rambuje. E di që kam fluturuar atje dhe i tregova antarëve të delegacionit shqiptar të UÇK-s se çfarë plani kishte NATO-ja. Ju thash që ne kishim për një mund planin ton, nuk e kishin sa për të largohen. Dhe ju tregova atyre se cili ishte qëndrimi ynë. Ndërkohë, pas disa ditësh, ata, pra delegacioni shqiptar e pranoi propozimin dhe serbët nuk e pranuan. Dhe kjo për ne ishte një pas për filluar diçka. U takova me zotin Thaçi një herë të dytë, përpara se sa filluan fushatat bombarduese, nëse nuk e kam gabim. You know, he was just one. Ai ishte një prej personave atje. Ishte person më me autoritet, ishte më i riu, ishte më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më mirë, i kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme, me çe kuptova unë ai jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë kurse flisa shumë gjermanisht, që ishte pak e vështirë që të komunikoni me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Pyetje. Ju në paragrafin 23 deklaratës thoni që ju arritet në përfundimi që nuk ishte komandanti ushtarak sepse ai nuk ju ndihmoi për të identifikuar objektiva dhe që nuk e kishte fare idenë ose kuptim bazik të operacioneve ushtarake apo jo. Përgjigjja është e saktë.
Kur takova me të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, po nuk morëm asnjë ndihmë se nuk e kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Edhe unë i thash, domethënë, çfarë po ndodh? Se problemi që kisha unë si komandant ishte që ne nuk kishim një forcë në teren, kështu që ne do të mbështeteshim vetëm thjesht në fushatat ajrore. Donim që të mos sulmonim objektivat civile, por donim vetëm thjesht që të ndërhynim në forcat ushtarake në teren. Dhe pyetja që i bëra unë është, ku janë ata, ku jeni ju, pra çfarë duhet të sulmojmë, cilat janë objektivat e mi. Ndërkohë, përgjigjja që mora prej tij ishte asgjë. Pyetja, faleminderit general.